Për në studio, sigurisht kryetema e kësaj jave ka qenë Belinda Balluku dhe kritikat e cilat kanë ardhur në drejtim të qeverisë shqiptare. Ka një lloj ashpërsimit të toneve të cilat vinë nga ndërkombëtarët duke cilësuar zonjën Balluku si një çelës nëse do bllokohet apo jo integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mbledhjen e cila u zhvillua e grupit të Partisë Socialiste ditën e djeshme, pamë që kryeministri Edi Rama kërkoi kohë edhe për të shprehur në lidhje me imunitetin, por pavarësisht imunitetit, e shkarkoi apo jo Rama Ballukun, sigurisht janë ngritur disa pikë pyetje për të diskutuar në lidhje me këto dhe të tjera se çfarë do të ndodhë në protestën e opozitës. Kam kënaqësinë të kem një komunikim online me nënkryetarin dhe deputetin e Partisë Demokratike, zoti Luciano Boçi. Zoti Boçi, ju përshëndes. Atëherë po nisim me një bisedën, pasi mbrëmja djeshme ka qenë disi e nxehtë, mund të themi, për sa i përket qeverisë Rama. Ai krijoi një tjetër makiazh në qeverisin e tij, pasi sa herë duke se është në krizë, tenton të bëj këtë lëvizjen apo rokadën nëpër ministri, duke hequr ato të përfolurit, duke vendosur anonim. Sigurisht na kujton edhe kohën kur u protestonte nga studentët, të bëri rokada të mëdha në qeveri, nuk ndodhi asgjë. Tashmë, kur Belinda Balluku është kërkuar arrestimi i saj, Rama bën sërish rokad. Çfarë është kjo rokadë e radhës, zoti Boçi, dhe pritet ta pranojnë qytetarët shqiptar paçka se bëhet fjalë për korrupsion galopant? Janë thënë shumë përcaktime, bled, rokad, hudur në një fytyrë të pisët të një qeverisje që është dëshmuar tërësisht e korruptuar. Unë do doja ta shija në një këndvështrim tjetër. Rama ka kaluar në një stat tjetër, ka dhënë me koncesion edhe qeverisjen e tij. Kujt ja ka dhënë zëvendës kryeministrës në raport me kërkesat që ka ai ndaj saj për të heshtur dhe për të mos ta nxjerrë Ramën atje ku ai është, në fakt, që është kreu i aferave korruptive. Dhe pse e them këtë? Sepse emërimet, po t'i shohësh në tërësi, emërimet kryesore që lidhen me infrastrukturën, që lidhen me ministrinë e jashtme dhe që lidhen patjetër dhe me dikastere të tjera, duket qartazi apo me largimin e ndonjë ministre, duket qartazi që janë kërkesa të diskutuara dhe të pranuara si koncesione nga ana e Ramës përkundrejt Ballukut, sepse është ajo tashmë që ka vendosur dhe vendos se si do formatohet një qeverisje. Për shkak të asaj situate në cilën është zhytur Rama vetë. Ndërkohë që vendosja e njerëzve të tjerë pastaj që janë ndrime vendesh pas një lloj vlere dhe madje të çuditshme, është qëllimi është thjesht i lidhur me qëllimin për të krijuar një lloj konfuzioni në opinionin publik, por aty për të hedhur syve ndërkombëtarëve që ai është i gatshëm që të bëjë ndrime në qeverinë e tij për të kapërcyer këtë lloj situate krize. Ndërkohë që kërkon të paraqitet edhe si njëri që nuk e ka shitur Ballukun, nuk e ka shkarkuar, por thjesht ka bërë një ndrim të themi kabinetit në një pjesë të madhe qeveritar, pa kuptim, pas pak muajve qeverisje, por që ati i shërbim në këtë lloj drejtimi të lojës